që nis nga Arabia Saudite? Dhe përshkon edhe Anadolin. Edhe Anadolin. Po në Ballkan nga kalon si projekt? Ka qenë ky projekt sepse është menduar të mos futemi se nuk do të futemi gjërësisht. Ky projekt deri në luftën e parë botërore është mbështetur nga Gjermania. Prandaj ka pasur edhe ambicie për ta ndaluar nga Franca, nga Britania, ribërja e rajonit nga këto dy shtete e pengoi Aleanca Osmano-Gjermane në luftën e parë botërore. Pra, situata atje gjithmonë ka qenë e ndërlikuar sepse ka pasur interferenca të fuqishme të fuqive të mëdha. Ndoshta prandaj britanikët nënshkruan një marrëveshje së fundmi me Turqinë për çështjen e armatimit. Mbledhja samiti i fundit i NATO-s, disa gjëra interesante, po midis tyre ishte prezenca e presidentit Zelenski, kreu i shtetit sirian El Shara, por edhe krerët e vendeve të Pacifikut, të lindjes së largme. Pra ishin sinjale të rëndësishme edhe për Rusinë, edhe për Iranin, edhe për Kinën. Dhe prandaj thash ishte një rast i mirë ky i Ankaras për të treguar që edhe ata e demonstruan më së miri që aksi i fuqisë po zhvendoset dhe po vjen edhe më në lindje. Dhe Turqia këtu merr rol kryesor, por problemi mbetet për mendimin tim Europa, sepse Europa përgjithsisht është vend i përcaktuar nga historia. Nuk arrin kohezionin e dur përsa kohë shtetet e kanë shumë të freskët ngjarjet historike që kanë ndodhur, jo vetëm sot, po edhe kohë e parë. Dhe këtu është dhe gjithë problemi. Turqia po kërkon të ingranohet në arkitekturën e re europiane në kushtet kur Shtetet Bashkuara po kërkojnë të tërhiqen gradualisht. Dhe po të shohësh deklaratat e ushtarakëve më të lartë të vendeve tek e tek, por edhe të NATO-s europianët, e vënë në dukje rolin kritik, thonë, që ka Turqia në kushtet e reja ku Shtetet Bashkuara po të tërhiqen. Po do jenë vendimarrësit politik aq të mençur sa ata të i kalojnë historinë dhe marrëdhëniet që ka pasur me Turqinë Osmane, të themi, dhe të arrihet ky kohezion në fushën e sigurisë, kjo mbetet për tu parë. Mirë, se do të ndalem pak gjërësisht tek Europa, por një tjetër çështje që të paktën nënvizohet si arritjet e samitit, është çështja e aleatëve të Detit të Zi. Pra, përveç bashkëpunimit që kishin për çminimin e saj, tashmë ka një bashkëpunim që fokusohet në mbrojtjen e kabllove në ujore, pra në sigurinë e Detit të Zi, ndërkohë që për herë të parë presidenti Erdogan ka qenë shumë i ashpër me Rusinë dhe me mbrojtjen e Ukrainës. Aktualisht, vazhdimisht ata kanë theksuar që janë kundër që Krimea të aneksohet, pra zyrtarisht i njihet Rusisë, por tashmë duket se kanë pasruar një farë balance deri tani në qendrimin e tyre, tani ka dalë shumë më hapur. Marrëdhëniet e Turqisë me Rusinë janë shumë interesante për faktin se e njohin shumë mirë njëra tjetrën. Së pari duhet të thënë që Deti i Zi është një rajon sigurie për Turqinë. Dhe është shumë e ndjeshme ndaj zhvillimeve aty, pasi Krimea nën kontrollin rus e zbulon drejt për drejt Stambollin. Dhe po të sjellësh në memorie luftën ruso-turke të vitit 1853-56, kur Rusia mori Krimen dhe sulmoi për të marrë Stambollin, ishte Franca dhe Anglia që i dolën në krah, sepse nuk mund të lejonin prishjen e perandorisë osmane 60-70 vjet përpara, sepse kjo do të thoshte jo vetëm kalimi i Stambollit në kontrollin rus, por edhe zbritjen në ujërat e ngrohta, çka do të kërcënonte interesat e rrugëve ekonomike të gjithë rajonit, sepse nuk i diej deri ku do shkonte Rusia më pas. Dhe kjo ka i bën Turqia, po që është e ndjeshme ndaj këtyre zhvillimeve, por edhe NATO-n që ta shoh si rajon sigurie, pasi tani më Deti i Zi pjesërisht kontrollohet nga Ukraina, një pjesë e rëndësishme de facto është në duart e Rusisë. Nga ana e Rusisë, Turqia sot shihet si element ekuilibri dhe një zë origjinal brenda NATO-s, e cila zyrtarisht
ka mbrojtur dhe ka dënuar agresionin ndaj Ukrainës, ndihmon Ukrainës, si që tha dhe ju, se këtë e thot e së të lartë, por nga krau tjetër i ka ruajtur të hapura të gjitha kanalet e komunikimit, dhe është nga vendet e pakta në NATO që ka komunikim direkt me Rusinë, dhe Rusia edhe Ukraina e pranojnë si interlokutor dhe potencialisht Stambollin apo Ankaran si një nga vendet ku mund të shkryen edhe negociatat për faqe në Ukrainë. Pra, Turqia edhe është kaluar edhe si vend i pavarur, po edhe si vend i NATO-s duke ruajtur ekuilibrat në këtë etapë që është një gjë shumë e rëndësishme.